fizikisht afër, por larg emocionalisht. Sot shumë çifte dhe familje jetojnë në të njëjtën qati, por janë më larg se kurrë, jo me trup, por me zemër. Jemi pranë njëri tjetrit, por shpesh larg shpirtërisht. Kemi harruar të flasim, të dëgjojmë dhe të përqafojmë me shpirt. Telefonat, rrjetet sociale, ekranet kanë hyrë aq thellë në jetën tonë, saqë shpesh bën të tretet me çdo çështje. Në vend që të shikojmë njëri tjetrin në sy, shikojmë ekranet. Në vend që të ndajmë mendime, ndajmë postime. Në vend që të tregojmë ndjenja, dërgojmë emoj. Dhe ngadalë e pa e kuptuar, dashuria fillon të zbehet. Tohja emocionale hyn në shtëpi pa zhurmë, me heshtje, me mungesë vëmendje, me shpërqendrim. Një çift që nuk komunikon, fillon të jetojnë dy jetë të ndara nën të njëjtin kolm. Një familje që nuk bashkëbisedon, humb ngrohtësinë. Fëmijët që rriten në këtë mjedis, mësojnë se dashuria është në ekrane, jo në përqafime. Pse po ndodh kjo? Sepse jeta moderne na ka rrëmbyer. Puna, angazhimet, rrjetet kanë marrur përparësi ndaj ndjenjave. E kemi harruar atë që është më thjeshta. Pra nia e vërtet. Të jesh aty në shpirt, jo vetëm në trup. Por çdo gjë mund të ndryshojë nëse ne duam. Hajde, të lëm telefonat më njën, të flasim për ditën, për ndjenjat, për gjërat e vogla, të kthejmë darkat familjare, pa ekrane, shëtitet e bashkuara, bisedat e sinqerta, sepse afërsia e vërtet nuk është jesh vetëm fizikisht, por të ndjesh se dikush të dëgjon, të kupton dhe të do. Dashuria, familja, lidhjet shpirtërore janë ato që mbajnë jetën gjallë. Dhe mos harroni, momentet më të bukura të jetës, shpesh na ikim pa i vrejtur, sepse mendja jonë është përqendruar diku tjetër, jo të njerëzit që i duam. Mos lejoni që ekrani të marrë atë që zemra mund të jap.